ta shfrytëzoj muajin e Ramazanit për të përmirësuar, se ky muaj është muaj që duhet merret seriozisht. Muaji i Ramazanit është ai muaj në të cilin Allahu Dhul Xhelal ka zgjedhur që të zbresë në të Kur'an. Kaq i mjafton besimtarit për të kuptuar se ky muaj është muaj i veçantë. Përveç mirësive të mëdha, është dhe muaj i shanseve të mëdha. I shanseve që Allahu Dhul Xhelal i jep njeriu që ai ta përmirësojë veten e tij. Që ai të shikojë tek vetja e tij se çfarë i çalon dhe të hedhë hapa për ta ndryshuar atë. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam na bën me dije kur na thotë se në këtë muaj Allahu i mbyll dyert e zjarrit të xhehenemit, hap dyert e xhenetit, dyert e mëshirës dhe prangos shejtanët prej shejtanëve të mëdhenj. Kjo të nderuarit e mi është indicie shumë e fortë për atë që ka mend dhe kupton se po i jepet shans që ta përmirësojë veten e tij, ta ndryshojë veten e tij në këtë muaj.